për vete I kisha bo thirrje krejt aty në grave që janë tone, që nuk din me çka, që s'kan diçka ma shumë me bo, I kisha thonë që nëse kanë veçtu ose diçka mu mirë me bujqësi se ja blen. Është një punë për shembull pak dën mend, pa mo apet prap se prap e ki venin tonë, e ki boshën tonë, je vet kur dën punon, Kur do në pushon. Po, kur do në pushon, normal. Po pastaj keni edhe ato obligimet e juaja. Krejt në fund, çka të ka shty për ta bërë këtë punë edhe si një grua të merresh me punë që ndoshta jo fort I takojnë gruas, sepse e dim që jo gruaja nuk është nuk kemi pa me grabu tokën ose me punu tokën. Keni hyrë edhe keni pas edhe traktorin që ju ka ra me levru pak edhe tokën? Drejtë me tonë, kjo puna e traktorit e kështu, na duhet me marrë me pagu, e bojna me pagesë këto levrimin, se s'kena mjete diçka për levrim, po ajo dëshira e madhe për me punu na diçka ose për me bo diçka, na jena këto, se vështirësit I kena, se mjete nuk kena qas shumë, që me tonë, adhe me ta lecu ma shumë punën, po vullneti që be kena, po qështo po shkan, diqysh. Miradije Gashi Hamiti na tregon se me vullnet, dashuri për tokën dhe për kushtim, mund të ndërtojmë një të ardhme më të qëndrueshme dhe më të begat, pa harruar kur rrënjët dhe traditat që na lidhin me natyrën.